Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Allahu xhalla wala falendrojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë lëvdatat e bekimet të Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar kemi lezuar një konstatim të rëndësishëm të Ibn Qayyimit rahimahullah, një përvojë e madhe që buron nga leximi i thellë e i thokt i argumenteve të shariatit. Ibn Qayyim rahimahullah na ka përmend se jeta në këtë botë realisht zhvillohet mbi bazën e luftës. Gjithçka është domthonë në raporte konfliktuoze, e mira me të keqen e kështu me radhë. Andaj besimtarët duhet me kuptu se nuk mund t'i ndahet betejave, por ajo që duhet me kuptu është se në cilat beteja duhet jetë pjesëmarrës. Për faktin se jorëlla ne bëhemi pjesë të betejave që nuk na takojnë, nuk janë betejat tona. Shpenzojmë energji, angazhohemi, përpiqemi, në fund triumfi realisht nuk është triumf që na bën nerë. Kemi thënë që ka dhe fitore që s'janë për ne fitore. Nga se na e kemi të përcaktuar shumë drejt në bazë të udhëzimeve të shpalljes se çka nuk kupton cili është kuptimi i drejtë, i duhur i fitores, i triumfit, i ngarnimit, cilave fitore i gëzohet besimtari, dhe cilat fitore nuk janë për të gëzuar, as nuk janë për të trajtuar si të tilla. Andaj gjëra këtu janë shumë të rëndësishme nga se mbi to ndërtohet jeta. Dhe njerëzit ditën e gjykimit më së shumti kanë me u dëshpëruar për faktin se kanë qenë pjesë të betejave të pakuptimta dhe janë rreshtuar pas njerëzve që realisht i kanë quar në humbje. Kështu që keni lexuar ato ajete kuranore, keni lexuar tash inshallah në Ramazan, ajete kuranore, klithmat e banorëve të xhenemit. Ata nuk kanë me klith për dhimbjen, o trupi, o kryt, Allah s'përmend këto klithmash. Nuk ka klithma për pjesë trupi që po i dhamin ato, ose që i djegën. Interesant. Pa ata kanë me klith, domthonë mbi bazën e keqardhjes, pse ju ngojshim, e pse u bëjshim, e pse u rreshtojshim, apo. Çto ka më qenë? Se duket kjo keqardhje është më e madhe se sa vetë përjetimi fizik i dhimbjes, apo. Për shkak se kemi përmendur se ditën e gjykimit ka dënime, domthonë fizike që prekin aspektin e jashtëm, por ka edhe dënime psiqike. Është ka gjatë dështimi i madh në kuptim të jetës, ngarkesë e madhe psiqike, ku njëri domthonë është që keqja ka bëu hoç ka qenë apo ka humbur. Ajo kur e vren këto nuk dëm dora, nuk dëm koma, po dëm shpirti, dëm e brendshmja. E dhimbja e tyre ka më qenë më e madhe në këtë aspekt se ajo e jashtëmja. Prandaj edhe klithmat e tyre janë më tepër në këtë aspekt se në aspektin e ankesave se kanë dhimbje, kanë shtrëngim, janë të uritur e kështu me radhë. Prandaj është më rëndësishme di se pjesë të së beteja do të jemi. Një nga këto beteja që Ibn Qayyim rahimahullahu ka përmendur është, ka thënë, beteja mes mendjes, mes arsyes edhe epshit. Nga se këto dyja janë pjesë përbërëse e njeriut. Nuk mund të përjashtohet asnjëna. Nuk mund të përjashtohet. As nuk mund të eliminohet, nga se dyjat janë pjesë e qenies njeriut. Dhe dyjat janë me funksion të caktuar. Dyjat janë me funksion të caktuar. Por kam beteja. Kush e nxit betejën? Kjo është mësim e ditë. Kush e nxit betejën? Epshi e nxit betejën. Pse e nxit betejën? Nga se e kërkon territorin e mendjes. Mendja ka territorin e ndomja, ka ndonë Allahu te barekuta. Dhe mendja nuk ka pretendime në territorin e epshit. S'ka pretendime. Po epshi ka pretendime në territorin e mendjes. Sikurse zemra, domthonë nuk ka pretendime në territor, se është keq i saj apo. Dhe mendja nuk nxit debat, nuk nxit mendja luftë me nefsin, por nefsi nxit me zemrën, për shkak se ai ka pretendime në territorin edhe në kompetencat e zemrës. Kështu të funksionon brendshmja me udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në anën tjetër, beteja për çka bëhet apo të ndërrohet?
Mund të themi ka shumë do të thonë betejë që zhvillohen. Çaq sa ka kërkesa epshi, çaq ka edhe betejë, se çdo kërkesë që nuk ja apron mendja, tenton me marrë me betejë epshi apo. Mirë, po i kisha përmbledhur dy kryesore të ndërmjetësor. I kisha përmbledhur dy. Dy janë, me thonë fushbetejat kryesore ku epshi edhe mendja zhvillojnë betejën. Dy. Cilat janë ato? E para është që mendja të aprovon, të pranon atë që e ka të këndshme epshi, por e ka të dëmshme zemra. E ka të këndshme epshi, por e ka të dëmshme njeri. Dhe e dyta, ato që e ka të këndshme edhe zemra, por ju në sasin që e kërkon epshi. Prandaj, dy janë, mos harroni. E para, që në esencë nuk ka legitimitet, dhe e dyta që ka legitimitet esenca, po jo sasia. Do me e te kalu sasinë. I aprovohet atë sa ka nevoj, por epshi i pangopur kërkon për te nevojeve që i janë aprovuar. Beteja është ose për me marrë diçka që nuk i takon, ose atë që i takon me e zëru për te i kufive që i ka caktu Allahu te bareke ve teala, nga se atë që i duhet dhe ajo është mesatar dhe është normale. E në këto dyja bëhet beteja. Nëse shkojmë për te kësaj, tash e pamë se të janë fush betejat apo. Mirë, se cila palë furnizohet me forcë, me armatim në këtë betej. Cila është me thonë, logjistika e epshit, dhe së është logjistika e arsyes. Se dy ushtit të kenë logjistikë që i suporton. Logjistika e epshit është dunjaja, kaj që ka në topë. Andaj ka logjistikën shumë të thellë, shumë zëruar. Çdo shikim është armë e epshit, çdo dëgjim, çdo lëvizje, çdo ushqim, gjithçka që ka në dunja realisht mund të përdoret si logjistikë kundër mendjes apo. Nga se ajo që ka në dunja ose është e keqe, apo edhe epshi e kërkon për shkak se në aspekt në jashtëm i shkëlqen e duket e mirë, ose është e mirë e nuk ngopet epshi kërkon më tepër apo. Dhe në terminologjinë e shariatit, ose e kërkon haramin, ose e kërkon te kalimin në halal. Ku fuqizohet logjistika pe ka suportohet epshi këtë dunjoja. Këtë që ka në dunjoja. Do më në është fështirë. Se suporti i epshit nuk ndalet deri sa njërë në dunjoja. Kur del për dunjas, s'ka suport epshi, shfaqet realiteti. Është që kërkesat i ke pas këtë gabim apo. Se për atje ku e nisë që ato kërkesa s'kryjnë punë. Po duhet për me kuptu këto edhe epshi duhet deka. Që ta ka thonë pejgamberi asëm qartës në hadith të rëzave. Ka thonë pejgamberi në hadith në Bukhariut. Po ta kishte njeriu një lugin, do ta kërkon të tjetër. Ka thonë pejgamberi asëm në vazhdim. Dhe nuk i ambush gojen birit të Ademit pas dheu. Kur bjen dhej, s'ka kërkesa mu. Morë fund, është që s'kryjnë punë ato. Andaj, njëri sot është gjallë, në mund gjithmonë epshi suportohet. Pa dhe se epshi suportohet, gjithmonë nxit luftë. Gjithmonë nxit luftë. Kështu që, kjo nuk kupton se mendja duhet gjithmonë jetë e përgatitur. Çështja e radhës me rëndësi të ndërum vëzër në këtë aspekt, domethënë është tash mendja me çka suportohet. Mendja me çka suportohet. Epshin e kuptuam. Mund të përmend një javë ditë me radhë apo as natën, çka suporton epshin apo se gjithçka. Edhe ka herë e kemi përmend epshin ka mundësi me suportu ka herë kush. Edhe pjesë të ahiretit apo. Për shembull namazi, për shembull Kurani. Kur e bën për interes dunjas, epshi don çka, don autoritet, epshi don epërsi. Nëse edhe kjo i garanton epërsinë, spiriton as piksoj me marrë atë. Andaj shikoni se ka, domthon bazamentin e gjon e thellë
të suportit logjistik, epshi. Mendja ku ka suportin. Para se me kalu tek suportit të ndërëzër, duat përmend një sen më rëndësi, se e përmena ma herët, se epshi është ta që nëzit betejën. Do më thonë, epshi është i gatshëm në çdo rast me nëzit betej për me përmbush kërkesën e ata. Ku është fatkeqësia? Fatkeqësia nuk ndodh te ana e epshit, se epshi natyrshëm kërkon. Po fatkeqësia qëndron te njeriu bardhë kësaj mendje, kësaj arsye, kësaj logjike, i cili tenton që në vend të inkuadrimit në betejë të kërkon kompromis me epshin atë. Bën paqe. Dhe shkon që zbohet paqe atë. Apo nuk bëhet me të. Prandaj nëse nuk jetojmë në në frymën e betejës vazhdimisht, nëse nuk sillemi si luftar, nëse nuk sillemi si të rrezikuar, domethënë prekemi nga gafleti. Kur prekemi nga gafleti, kjo është momenti më i dur i epshit për të goditur. Këta dhe shumica e njerëzve realisht kanë me denu për shkak të gafletit, të hutis. Sa është kjo rëndësishme? Sta me thonë kja, mëse merrni bashkë kështu, apo, në gaflet, nuk e din realitetin ku përzhvillohet beteja, rreth çka përzhvillohet beteja, andaj bjen në një gjumë të gafletit, apo. E sa ma i thellë gjumi i mendjes, apo, aq ma e fuqishme goditja e epshit, apo. Se shfryzon rastin. A keni pa edhe në luftat e sotshme, apo. Zakonisht, domthonë synohet sulmi të jetë i befasishëm, të jetë në sabah, ose në ndonjë kohë për shkakun kur ndrohen rojet ose diku kur ata nuk mund me priçat goditje ose janë të paprgatitur për të rezistuar apo. Edhe epshi ç'është. Se Allahu te barekuhu teala, çka kemi thënë takimin e kaluar, Allahu xhallahu ala i ushqen dy palët për me kon pjesë betejës. Edhe kur s'don të më luftu, Allahu ju ushton me luftu apo. Se ka bëu Allahu ligj në këtë dunjë betejën apo. Apo ka bëu ligj në betejën. Dunjaja ka nisë me betejë. A ka nisë dunja me betejë. E çfarë ka më përfundu, realisht apo. Qysh i ka thonë Imam Ahmedi shejtanit në momentin e vdekjes. I ka thonë futteni Ahmed. Mike Ahmed ka thonë jo edhe pak apo. Se halojnë në luftën e tij apo. Në momentin e vdekjes apo. Mund që të ndrozur Allahu te barekuhu te ka bëu ligj ka bëu Allahu xhallahu ala. Dunja është ligj kozmologjik, apo ligji i fërkimit, i përplasjeve, apo në dunja. Që ashtu do të ekziston kjo dunja apo. Në gjithçka, shëndeti me smunjen, apo betej. E varfëria me pasurinë. I dopti me të fortën. Gjithmonë, domthonë dikujt i cënohet e drejta, gjithmonë dikujt i mirët hisja që i takon e kështu me radhë. Prandaj e keqja më e madhe është edhe këtë ato që mund t'i përmendim në vazhdim, mund t'jenë shumë pak domethënëse ose fort domethënëse, nëse ne realisht nuk sillemi si në luftë. Si gjendje lufte apo. S'po thon gjendje lufte në kuptim dunjas kur dish me çu po të bën dikush, jo kështu apo. Por në gjendje lufte nga epshi. Gjithë me pritse, për shembull apo. Momenti kur kalon kanë vend, ku mund të jetë aty depo pejtë suportohet epshi, dhe armën apo. Armën e imanit, armën e vëmendjes, armën e kujdesit nga se çto goditesh apo. Çto goditesh apo. Ço për shembull shikim ço në gjininë e kundërt, ço për shembull në pasuni, ço për shembull në ekspozim. Çfarë do qoftë apo? E shumë tjera ato. Nëse për shembull të ndërnozë ndëgjojmë në mezhles duke u përgoju dikush apo. Çfarë mos i thonë? Nxjerr armën. Apo, se që tash epshi lëviz, thot, pse pjo për ishtira, apo, pse veç ti, apo, qyrmet, edhe aj mungup, epshi mungup të folë për dikon, apo. E shamu tjerë shumët. Prandaj, sillu si të jesh në luft, madje, sillu se je në luft. E tash, ka kuptim suporti logjistik. Nëse për shembull njerëz nuk janë luftë, apo nuk e kuptojnë rëndësinë e logjistikës,
për mi suportu në beteja, po? Që në vynë e këto, po? Që në vynë? A për shambull, me një shambull pak ma, është normale që tash nëse njerëzit shpërndon armët, që po në duhet të nëse në luft, apo? Po nuk e bojnë një reagim kur në luft. Ose me thonë njerëzit për shambull, shkojnë në srejmore, sa vëllau pëton, po qetë s'ka kurrë. Se kupton, në çdo suport logjistik për me mbrojt, e kupton të arsyeshëm vetëm në rrethana të luftës apo. Edhe të gjitha udhëzimet e Allahut për më mbrojt kundër epshit, edhe për me e fuqizu arsyen, marrin kuptim vetëm atëherë kur ti beson dhe i bindur se je pjesë e betejës, se je në luftë. Nëse s'beson kështu, udhëzimet që Allah i përmend për këtë situatë nuk do të jenë realisht për ty të pranueshme. Ti pranon si fjalë e Allahut, po jo, kjo ndoshta janë për doket, jo për mua, s'përkasin mua. Dhe jo rreth na sillemi karshi ajeteve të caktuara të Kuranit, don si rrëfime, si ngjarje, po jo që na përkasin neve, jo që kanë bëjmë me neve, jo që na flasin neve, jo që na godasin neve. Prandaj as përfitojmë për ajo që Allahu xhallahu ala flet atë. Po që duhet me kuptuar ti në betejë Allah. Lufta kërkon përgatitje, kërkon me di çka me marr, çka prioriteti për t'ja dalë në luftë. Çka fuqizon mendjen e bën të fortë në betejë kundër epshit apo. Të ndërmjetëzor e kemi përmendur komenti i librit Dawa smun dhe ilaçi. Kur Ibn Qayyim rahimullah përmend atje kena fol për betejën mes mendjes edhe epshit, ka pasur aty kogjë pika më tepër, po ato janë pjesë e librit, do si përgjigjem edhe këtu në pyetjen që është bërë, në përmbledhje të asaj që i duhet mendjes, më së pari, domethënë esenca e krejt logjistikës është arsyeshmëria. Në mendja ose arsyeja, apo duhet të ashe të arsyeshme veprimin anti-epsharak, jo e kundërta. Nëse mendja vepron në bazë të arsyeshmërisë. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimahullah ka përmend se esenca e çdo problemi që ka të bëjë me mëkatin që bie njërin të ndërlidhet ose me dobësinë në fushën e dijes ose në dobësinë në fushën e vullnetit dhe ambicës. Ose nuk din, ose nuk ka fuqi me punu me dijen që e ka. E pjesa e dijes ka të bëjë me mendjen. Nëse mendja duhet me u suportu me diturit mjaftueshme që e fuqizon qëndrimin e saj kundër epshit. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka zbritur fjalën e parë Iqra, lexo, që ta fuqizon mendjen kundër besotnive. Se s'është lehtë me luftu kundër zakonit, kundër traditës, kundër përgjithshmës, kundër turmës, nuk është lehtë. Esenca fillon ku te vetëdijsimi, te mendja, te përmirësimi i të menduarit. E çysh ndodh kjo? Kjo ndodh me dije. Në mendja nuk funksionon me bazën e emocioneve. Prandaj, shiko, pejgamberi s'karmi i thon, që s'po ju dhim natën. Që të këna këna pi bashkë, s'ka emocione këto. Kum fendi, rapton. E ka pas s'ka emocione, të përshon pak njëri mërbur, se ka pas stres, ka pas traumë. S'ka këto, ka premje. Dhe mendja nuk punon me emocione. Zemra punon me emocione. Pjesa e zemrës, që edhe mendja është pjesë e saj, po flas kuptimin tash të racios, asaj fuqisë që njëri mbas saj merr vendimet e tij. Që padyshim përpunon nga zemra, por fuqizohet nga mendja. Do dije. Iqra leza. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahut mënduar. Banorët e xhenemit kur të ankohen, çka thonë? Ne u kunna nesmu au naqil. Se kishëm qenë me men, ata men kanë pas, se po të kishin çmendën, kishim qenë xhenem. Pse ka përmend mendjen? Ka përmend aspektin funksional të mendjes.
Nëse kur na kish punu menja, nëse ka punu menja, e çish punon menja, duke I përpunu informatat e duhura, dijen e duhur. Ata kanë përpunu tjera informata. Jo në lot dikun tjetër, po jo në përpunimin e informatave të shpalljes. Dituria, me ditë. Dhe kjo detyrim të ndrozë përfshin shumë sana apo. E para normal, diturin asaj që ka Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta nën kupton, domthon rikujtimin e kësaj diturie. Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Pa temat e caktuara që e ushqejnë mendjen shumë dhe I ndihmojnë zemrës që të jetë e qëndrueshme karshi nefsit dhe epshit, janë tema bazike. Që s'bën asnjëri milion si tema, I kemi kaluar në ato tema. Jo, për sa përmend te klipi s'më dhe që ku e kemi komentuar në vend tjetër, është material ekziston, gjithkush mund të ketë qasje, domthonse se libri dava shpi librave që nuk bën më do gjatë tani jetës apo. Pse gjatë tani jetës kishte problem. Libër më I mirë që ka përpunu problemin e besimtar në mëkatin vërtetë me gjet. Edhe nëse gjen, domthon vërtetë me gjet në çasti përmbledhje të shkurt, shumë më tepër me lexuar, me studiu, me shumë marrë tek konkluza që I bëkajmë të bjen me 3-4 rreshta. Prandaj, ne e dim që mëkati është problem. E dim, por sa më tepër e detajzojmë këtë dije, aq më të fuqishëm jemi. Pra, kur ti bëram për mi 100 pasojat mëkate, s'mund me qenë qaq indiferent ka shi gjitha goditjeve. S'mund tjetë epshi aq I fuqishëm në kërkesat e ti, kur realisht e ke ushqy me 100 e sa arsye, mendjen që realisht e ka arsyetu refuzimin e kërkesave të epshtave. Në 100 arsye ka, mos me marrë kërkesën e epshtave. Sa ma e detajzuar dituria, për aq që na duhet, është mendja më e fortë. Andaj duhet me lexu. Duhet me rikujtu veten ato. Ne kemi ditë të përgjithshme. Për gjëra caktuara. Por nuk kemi detaje. Po nëse kemi detaje, kemi harru detajet. Andaj rikujtimi I detajeve, dhe mësimi I detajeve për ta që e mban mend gjithmonë të fuqishme dhe aktive. Realisht e ushqen zemrën me arsyeshmërinë e rezistencës, me arsyeshmërinë e refuzimit. E arsyeshmëria është fuqia e mendjes apo. Arsyeshmëria është fuqia e mendjes. Edhe te temat e ndryshme. Ta për shembull na e dim që Ramazani është muaj I bekum, e dim që është kohë sevap, mirë po, sa më tepër flasim për të, sa më tepër rikujtojmë për shpërblimet, për mundësitë të na jena më aktiv, është normale. Nëse flasim për sadakan, më fol tash për umrën, më fol për haxh, për çfarë tema që ti din që këto ibadete janë shtylla, janë të rëndësishme. Mirë po kur him në detajin e shpjegimit, çfarë shpërblimi ka, çka ndodh, çka fiton, çka shpërblesh, të mërat, ti është çdo detaj I kësaj informate është për ty një lloj fuqizimi. Prandaj mendja ka nevojë për dije që nuk kupton legitimitetin e betejës, po që të duhet me luftu epshin, kush e legjitimon këtë dija. Dhe gjithashtu arsyeshmërinë e kësaj, kuptimin e fuqisë është detajzimi I kësaj dije, rikujtimi. Allah po tanfa'ul mu'minin. I bën dobi besimtarëve. Në çka I bën dobi besimtarëve rikujtimi? Në çit betejë I bën dobi. Si bën dobi në shnet, ose I bën dobi për shembull në gjumë flan më mirë kur t'ja kujtosh. Jo valla. I bën dobi në çit betejë, në betejën mes mendjes dhe epshit. Dhe dituria. Me rikujtu veten, me lexu veten çdo problem. Na mund të kemi për shembull problem me ndonjë epsh caktuar, theksuam dikush e ka këtë dikush. Jo këtë njerëz e kanë njëtin problem me epshin. Dikush ka problem këtë, dikush ka problemat, që ty ku je, që ty goditë me dije. Goditë me dije. Edhe në kuptimin e vlerës, edhe në kuptimin e shëmtueshmërisë. Stash sadaka, vlera, këto që epshit tenton me I minimizu, ose mëkatet që tenton epshi me I rritë, me I faktorizu, I godet me dijen që të jep shpallja për shëmtimin e veprave të caktuara. Për shëmtimin e veprave të caktuara. Ne të vëzër, për se njëri e din sa është kamata e shëmtuar. E dim që këtë muslimanit këtë din që është haram, se që është me fjalë të Allahut të bardhë. Jo në që se hinë detajet e kësaj, ko që më tepër fuqizohet njëri mos me e marë. Jo vetëm ato të përgjithshme. Prandaj kërkohet detajizim I dijes edhe në kuptimin e vlerësimit, por edhe në kuptimin e
e shëmtimit. Edhe në kuptimin e shëmtimit. Çështja tjetër që e fuqizon mendjen të ndëruar vëllezër, në raport me mendjen e fuqizon në raport me epshin, është edhe meditimi i njerit rreth disa të vërtetave që ka besuar në to. Meditu rreth disa të vërtetave që ka besuar në to. Për shembull, për çka të ka kriju Allahu ty? A të ka kriju për me pasu epshin, apo të ka kriju Allahu te barekuhu te ala për me e fuqizu mendjen dhe me besu edhe me udhëzu vetë me mendje? Për çka Allahu të ka kriju ty? Për çfarë të ka kriju? Kjo pyetje vallahi më të bën në çdo situatë kur tërheq epshi, përgjigje ko gjatë forcon apo. Allah për shemb, e pse po bën të kundër me asaj që ka kriju Allahu? Pse? Pastaj për shembull, nga pjesë e meditimit, kush është mas thirrjes e psharake? E kush është mas thirrjes së arsyes? Kush në mes dy thirrjeve? Se edhe mendja të thret edhe epshet. Kush është mas dy thirrjeve? Dihet. Andaj, kanë kime njekë, Allah. Fuqizot mendja. Mas thirrjes e psharake, në ato dy pikat që i përmendëm fillim, ose territor me marrë ma shumë, ose me marrë diçka që asë të kanë heq, as pak, që ndërën kush? Shejtani. Ai e nxit epshin. Nga se ai e shikon pjesën e dopt njeriu që e kanë këtë epsh, e që të dërme me fuqizua. Që epshin nuk unë i fort. Kush në masaj? Epshin. Dhe logikisht njëri që ka bën? Logikisht që ka bën? Refuzanë. E që kjo logikisht është fuqizimi i mendjes të kërshi epshin. Kush e ka fuqizu? Njohëria se kush është mas i sapën. Kjo meditim bëhet apo? Ka dalë ndalë, kush e bën këtë? Pra nuk kom përdore, kom përmanë, ka në situatës e tu në kënjes kam probleme, në që këtu, mes vete, bashkërtore. Një për metodëve ka eri, po më ne kur, na bjenë më marrë me këtu qështje, i thëmë, mi që situatë, që për konfliktje. Nëse pajtoheni, kush knaqet? E nëse s'pajtoheni, kush knaqet? Kush? Që të pyetje bënini, përgjigja është tani, ka keni më raja. Nëse pajtoheni dhe gjeni kompromis, i ulni tensionit, Allahu knaqet. Nëse vazhdoni me tensionim dhe konflikt, shejtani knaqet. Këqyrë kom për knaqet. Logikisht, që s'bjen me në konflikt, ose s'është e fuqishme, ama kur e fuqizme me meditim, me nalje, me lënë Allahu të barë tala, ndihmon shumë. Gjithashtu të ndërum, aja që e ndihmon mendjen, është në krahas meditimit, në kuadër të meditimit, thash, meditimi kush qëndron mas, e dyta, pasojat. Ku më qenë që kjo? Ku kështë me qenë Jusufi a.s. sikur ti ish përgjigj asoj ftesave? Ku kështë me qenë Jusufi? Ka mundësi shpendu. Tek Allah e ka shpendu pendimin, edhe në shaka mujtë me shku në xhenet, është pa kontestueshme. Po, a kesh pasur e Jusuf? A i shmendin kiamet? Ja, s'kesh pasur. Dhe me na? Përfundimi. A ka dikush i cili e ka ngu epshin edhe si ka ra pishman? Skalla. Në dunjoj i ka ra pishman. Ende, kanë pa që kanë bue, që kanë hupe, ku kanë shkue. Më stase për keqardhjet e ahiretit që i ka përshu Allah në Kur'an, e Allah e din që ka me ndodhë. Dhe që kjo është, mendaj, ku më qenë që kjo? Sa është kozgjate e knaqësisë e psharake? Me minuta. është me ditë. Sa është keqardhja? Me vite, ndoshta ta njetën. A ka gabime që i ka bu njëri, si pasoj e ndjekës së epshit, edhe nuk ka pas mundësi me e rimar vetën sot o gjallë mua, ka. Nëse e ke vra njërin, Allah në rujtë, si pasoj epshit, se epshit nëzit në hakmarje, epshit nëzit një natë, e ke vra. Kur ke mujtë me rimar vetën për atë vrasje? Kur se në më rimar vetën? Absolutisht. Së në gjallat njëri më kur ato. Nëse ka qenë me fëmi, jeshe fëmi të rritë pa bab, ti e sebeb, jeshe grune vej, ti e sebeb. Një kur menën këtu punë, për shumë, s'kthejet e mo.
Dhe s'u kthen as babën, as burrin, s'u kthen këta njerëz më aftë. Ne para si mendoj pak valla. Mendoj çka mendoj apo. Në punë për shembull, në punë në vjedh njëri, Allah na ruaj. Ai nuk ka vetë vjedh senzor. Po një herë apo. Tani jetën, për shembull një minutë. Hajt për vete po. Çi më thmi sa më thon djem të hajnit apo. Sa vlen Allah pasurim më Allah. Është mendja qysh fillon me kalkul me herë pasojat e fuqizojnë mendjen në raport me epshin. Epshi nuk i kalkulon pasojat. Epshi i kalkulon përjetimet. A mendja i kalkulon pasojat apo? Pa ti mendje jetë nuk i epsh. Ç'to problemi? Se njerëzit nuk i kalkulojnë pasojat, nga se janë të derë nga kënaqësia përjetimit apo. S'menon. Kur kryet mendja se përjetimi ka përcen, ka përjetimi nuk zgjat gjatë për të aktit, tani thot, çka bëj? Dhimbja është më e madhe pasaj se. Ma e të ndërruazë, logjika e njeriut. Qysh funksionon dhe qysh funksionon epshi. Epshi nuk bën kalkulime. Thash, epshi kërkon përjetim. Nuk knaq. Qa vjen se ka gale. Ndërsa, mendja nuk bën kështu. Mendja, të ndërruazë, është begati që Allah e ka jap njeriut që në mënyrë të duhur të merr vendime. Të bën përzgjedhje në duhur në bazë të bazave të caktuara që i kapën. E tash që ka mendje, kur para dy zgjidhjeve. Njëra është kënaqësi me pasoja dhëmshme. Njëra është, domethënë, e pakëndshme me pasoja të këndshme. Mendja ç'e merr njëra? E merr dyta. Pastaj gjithashtu mendja është e krijuar që të përzgjedh gjithmonë më dashnën, më të mirën, është e krijuar. Po, mendja e zgjidh më dashnën, më të mirën, po. Dhe çka duhet? Duhet vetëm me ul më thon, çfarë është për ty më dashur? A shikoj që është më dashur për ty kënaqësia e Allahut, është problemi e pasimi i pejgamberit e të rreshtohesh në karavanet mirëve apo është më dashur që më dashur që atëherë jepi për si më dashur s'po. Për si më dashur. Ka mund të diçka e dhimbshme, ka dhimbje. Ndyhet ka dhimbje. Edhe në të epshit ka dhimbje, edhe të mendjes ka dhimbje. Po dhimbja që vjen si pasojë e pasimit të epshit, është dhimbje e thellë, afatgjate, ka herë edhe përhershme. Dhimbja që vjen si pasojë e ndjekjes së mendjes, është dhimbje momentale, që pastaj vjen, domthon, kënaqësia. Domthon, nëse mendja thot çu më fal sabon, pse logjikisht i bën duhet më shumë fal sabon, ka dhimbje. Domthon, po ajo dhimbje shkon duke u dobësuar. Prandaj ndjekja e epshit të ndërmazë fillon zakonisht me një dhimbje të vogël e shkon duke u shtu. Ndërsa pasimi i mendjes fillon me një dhimbje që shkon duke u shtu. E dyta shkon duke u rrit e duke u shtu dhimbje, e dyta e para e epshit, e dyta shkon duke filluar me një dhimbje, por shkon duke u shtu e duke u tjetërsu në kënaqësi. Mendja njëtër, si do të më pasu? Çka është? Pa dhe kene nëjë që njëri, tash, kur e kupton që i pjesë e betes, mundohet me menu për të qështë se a thu vol, cëllë është e duhra. Pastaj edhe me menu tek rrështimi. Tash, me meditu tek çështja e shëmtimit, tek çështja e pasojave, tek çështja edhe e rrështimit. Nëse e pasoj qëta, kur rrështona? Nëse e pasoj qëta, kur rrështona? Rrështimi është shumë rëndësi. Andaj, gjithmonë gjatë jetës kërkohet të rreshtohemi ku duhet. Nëse rreshtimi është i rëndësishëm. Nëse një qit rrugë, ku rreshtohesh? Nëse një qit rrugë, ku rreshtohesh? Edhe kjo fuqi mendje shumë. Të ndonjë ka shumë çka mundem me thonë këtë aspekt, por këtë apësha kanë të bëjnë me një lloj, domethënë, dije, meditimi, analize që besimtari me të e lufton formalitetin, gafletin, hutin, e shumë tjera që i keq përdor epshin në favorin e tij. Këto gjitha mund të jenë aktive, këto gjitha mund të jenë, domethënë, funksionale, thash me kusht në parë. Nëse ti realisht një i binës, jem pjesë e betesë, s'kam çfarë pa qysh të punë.
S'kam qenë me pakqyrse a punon arma, a ka fishek, a jam pozëndur skiçar apo. Patjetër, nëse je i bindur se je në luftë. Nëse si je i bindur që je në luftë, atë çka duhet arma? Çka duhet fishek? Çka duhet pozicioni? Kur është duhet? Përkundazi, madje mund të jetë mbajtje jashtëligjshme me armës, dënohesh për ta. Kështu që e para fillon nga betejë, sikur se kemi cek takimin e kaluam, e tani qysh udhëhiqet betejë edhe qysh suportohet mendja në këtë betejë, i përmend disa prej, domethënë pikave që besoj që me lenin Allah të mandum na ndihmojnë shumë në këtë çështje apo. Edhe pse këto që i përmenda, padyshim mund të kenë tatime ende më të detajzuar, por mendoj që nëse i meditojmë, kuptojmë domosë sa janë të rëndësishme në këtë betejë apo. Gjithashtu një pyetje ka qenë domethënë ndërlidhur me zemrën, se ajo është pjesë e betejës patjetër. Ku me di që zemra domethënë pelakmon dunjon ose pelakmon ahiretën. Kjo është padyshim një pyetje e rëndësishme, ka shpjegimet e veta. Mendja të ndërruar, mendja ju po zemra tash po flas për zemrën, zemra si ombrell e mendjes, e cila e përfshin edhe mendjen. Zemra e njeriu, pjesa e brendshme ku është imani, pjesa e vendimmarrjes atje, domethënë i ka funksionet e veta. Duhesh me kthyer në bazë të funksioneve. Nëse zemra po funksionon mirë, mirë është. Sigurisht në kuptimin organik. Ku me ditë unë për shembull që kushtimisht një problem i caktuar apo s'ma ka dëmtuar zemrën. Kthyrëm, me ngjizojmë. Zemra ka këtë funksion. Nëse e shohim në aspektin praktik që zemra nuk po funksionon, me atë që e ka funksion, e kuptojmë që është e smutë apo. Ka problem. Cila është funksionet e zemrës? Funksioni i zemrës të ndërruar vëllezër esencial është, funksioni esencial i zemrës është udhëtimi drejt Allahut të mënduar. Ajo është në udhëtim të vazhdueshëm tek Allahu te barekutaala. Sa zemra nuk është duke u thut tek Allahu te barekutaala, që i bie, nuk është duke ecë përpara, ka probleme. Ka problem. Ka zemra udhton, e udhëtimi çka nuk kupton, ecën përpara. Kur si thot kërkuna rikthar së shku është udhëtu. Jo kështu thon njëri për mas. Njëri që nuk thon përpara. Apo kur thosh ka udhëtu, domon ka ecë përpara. Ç'është i kupton? As kur thot është udhëtu, e ka me në vend që të flajnë në kërë, jo, s'është udhëtu, ka të flajnë në kërë. Shpreha udhëtim që në kupton, lëvizjen, edhe përparimin. Ç'ka? E zemra duhet më tek Allahu te barekutaala, nga se Allahu këtë zemrë e ka bërë kompetente për arritje edhe komunikim me Allahun te barekutaala. Madje Allah çka tha? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah. A ditë ku nuk bën dobi pasuria, as fëmijët, pas bën dobi kush vjen, kur ka pas lëvizje, ka ec, men ata Allah bi qalbin salim. Kush vjen tek Allahu me zemër të shëndosh. Zemra do të më shkojë tek Allahu te barekutaala. Nëse zemra nuk lëviz, nuk ka përparim në dije, në ibadet, në përmirësim, në përjetim, në sasi, në cilësi, ka probleme. Gjëdit. Që ta e ka thonë Bekaj Ibrahimullah, nga ligjet e Allahut është, se Allahu te barekutaala nuk e ka liu ndarjen. Ndarjen jo, po ndaljen, po domethënë, ndaljen. Por e ka bë të detyrueshme lëvizjen. Gjithçka lëviz. Që Allah ka limen sha minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kush nga ju don yataqaddam me shku para ose me shku mbrapa. Thotë me Kaim rahimullah, në raport me udhtimin ka Allahu ose ka ecje para ose ka shkuarje mbrapa. S'ka stop. Nëse shjetu shku mbrapa ka diçka zemrës ju ka prish, do të më shiku. Prandaj funksioni esencial i zemrës është kush? Udhtimi ka Allahu te barekutaala. Nga funksionet e zemrës është njohja e të vërtetës. Me njoft që ta kanë bën Mesudi rahimullah. Allahu xhallahu ala mos ma bekoft atë ditë në të cilën nuk mësoj diçka. 3. A duhet të më kon çka kem mësuar? Hadith, ayat, rregull, çka kem mësuar? Nëse mësimi yt sot është një sikur se dje, ka problem zemra. Nëse zemra ushqim e ka mësimin. Domthonë si se ka marrë ushqimin e vet, është problem. Zemra ka nga funksionet e saj është me njoft sherrin apo. Jo çdo sherr, ka shumë sherr. Po çfarë sherr cili, domthonë me njoft pengesat e rrugës. Me njoft pengesat e rrugës. Çka ka pengesë për tek Allahu te barekutaala? Me njoft çam pengon mund tek Allahu, pengon kjo. Nëse zemra funksionon
që shtot, duke i njoft edhe e interesuar për të njoft probleme që i shfaqin në raport me Allahun xhallahu ala, është funksionale. Nëse nuk ka që shtot, ka ndikuar ajo dunjaja. Andaj nga kriteret më të rëndësishme të njohjes sonë se zemra e don dunjon ahiretin është funksionimi i saj shëndetshëm. Çka është esenca? Gjithashtu nga ato që të ndërrozë mund tash të degëzohet për kësaj është edhe momentin kur njëri kujt ia përparësi. Është qartë? Kujt ia përparësi? Ka kërkesa dunjaja dhe ka kërkesa ahireti. Ato kërkesa mund të jenë në konflikt. Kujt ia përparësi? Është treguese ka për jamon. E treta që është, domthonë nga treguesit se a don dunjan me dorë dunjan është normale, pa e don dunjan për te normales, në disfavor të zemrës, në dëm të imanit, në dëm të udhëtimit, çka e tregues edhe lidhe me tjertë. Atë ka lidh imanin me ta, besimin në Allah xhallahu për dunjaja. Interesi i dunjas, Allah xhallahu ala, domthon i ka lidh njerëz në emën të fesë, në emën të besimit. Lidhje që nuk do ato. Zemrat e me kënë është lidh. Pejgamberi ka përmend lidhje të zemrës. Qalbul muallaqun bil masajid. Zemër e lidh me xhami. Apo dy njerëz duan për Allahun, apo çfarë tregues? A është e lidh me xhami? A përmallot për xhami? A është e lidh me tjerë të xhamis, në emën xhamis apo në emën diçka tjetër? Çka po na bën mudar? Çka po na bën mu prish? Nga treguesit se zemrat e smut është se dunjoja e gëzon dhe dunjoja e dëshpëron. Oh. Pra nuk e gëzon ibadeti, nuk e gëzon, domethënë, nuk e gëzon adhurimi i Allahut, nuk e gëzon për shembull neja ku përmend Allahu te barta, e gëzon e kundërta. Problem, smuj apo. Smuj. E të tjera që kanë të bëjnë me çështën e zemrës apo. Dhe ajo që kisha më përmbytur te çështja e zemrës është se nga treguesit është edhe kërkimi i shpërblimit. Njëri në esencë, domthonë lëviz për interes. Është pamundshme pa interes. E cili është interesi që realisht e dominon lëvizjen tonë? Interesi që e dominon lëvizjen tonë. Bëni ju këshilloj që ta përcini veten në javë ditë. Cili është interesi që ju lëviz? Dominant gjatë ditës. Ai që duhet me dominu lëvizjen tonë veç kënaqësia Allah xhallahu ala. Sevapi. Unë lëvizje për shpërblim. S'ka tek Allah shpërblim, s'lëvizje. Çka zemra është? Zemra e cila nuk e lëviz shpërblimi, por e lëviz diçka tjetër. Ose, të ndërtozë, nuk e ka fare në vëmendje shpërblimin, nga se e ka plu gafleti, e tash nefsi kërkon shpërblimin e vet, se domon zemra s'ka kërkesa të shpërblimit, ja me kuptu që e ka dominu dunjoja Allah në rrujtë. Shikëtan këtë pika që kanë spjegime që i përnasi loj, domon referenci e rëndësishme që me të mundi me madhë vetën tonë, domon se a thu vëllë kjo zemër qka po dënë dhe qka po kërkan. Dhe në fund që ishte të çështja e vazhdimësisë të në vëllëzër, pa dëshim se sfid e radhës për kundër kësaj që përnë është vazhdimësia. Mirë po nga faktorët e rëndësishëm që garantojnë vazhdimësinë është fillimisht kush? Beteja. Kur u kthi pejgamberi nga Hendeku, beteja Hendekut, se e ka përfunduar apo edhe fisi Benu Qurayza dini ka bëu tradhi, nëse ka bëu aleancë me fiset Qurayshve, me e tradhu pejgamberin, e pse ka pas marrëveshje apo. Edhe ka thonë ka ne ato, to se ka marrë beteja, i ka thonë Xhibrili pejgamberin, ai heket për zmorata, na halojna gati për luftë apo. Mos kam bën për lufta, ka hala tratashi të morata. Që i ka thonë Xhibrili ka thonë pejgamberin, herët e keni ka dalë se s'ka marrë për luftë apo. Edhe s'ka marrë për luftë, ti ku pijek pas morat, ku po shkon vazhdimësia. Garanton se s'ka marrë për, po nëse merr po. Ai nuk mund të mos i ndonjë as me kon xhenet. Shtraj kom, trahat tash, ja Allah. Pse betejë, jeta është betejë. Pe betejë në betejë. Fe idha farakta fansab. Apo kur përndon një, fansab, ngritu për tjetrën. Qoftë Allah ka mësuar në Inshirah. Ama fe idha farakta fansab. Kur një betejë përfundon, ngritu për betejë tjetër. Vazhdimisht, s'ka ndalje apo. S'ka ndalje apo. Kjo është ajo që e bën. E dyta është domthon ajo që përmend tek puna e mendjes apo. Domthon
rikujtimi i vazhdueshëm apo. Kjo rreziqet e vazhdueshme bëjmë me kon në vazhdimsi në aktiv edhe në lëvizje. Gjithashtu shoqënia më e rëndësishme, më të ndosur. Shoqënia e mirë. Nëse rënë me shoqëni që realisht është pjesë e këtyre betejave, apo ata realisht bëjnë me kon vazhdimsi nga se të marrin në këto betejë. Nëse rënë me njerëz që janë në këto betejë, ka shkputje. Apo nga se realisht ke kalu në dimensione të tjera ku s'ka betejë, ku s'ka luftë. Apo ka paqe atje, ata rahat janë me këto pjesë, apo. Prandaj, momenti kur kalon nga klima e betejës në klimë të paqes, ki mos isin paqe, ki mos shkput. Deri nështë Allah na rrit ka mundësi me zgat kjo paqe, deri sa vjen ndonjë lajmtar, ndonjë goditje që ti betejë ku e shkuat ti apo. Po kjo kur vjen Allah alam. Pasojat pastaj do të mi kalkuluar. Çka ndodh nëse shkputemi për pak apo. Më nuk zguxoj, do të më vazhdoj. Ka thënë një pesërit, nëse ndahet përmendja e vdekjes nga zemra ime një moment, unë 1000 hapa shkoj mbrapa. Prandaj nga ajo që kanë të vazhdimsinë është edhe ruajtja e investimit. E përmendëm, s'ka ndalje. O para, o shko mbrapa. Pra njeri kur të përmendën, ke pa për shkak si ata që marrin biznesa. Do të thotë këto është më nal, po si të nalet shko mbrapa. Duhet realisht situata e shtim me bëj investime të vazhdueshme. Me kon vazhdimisht pjesë e tregut, se konkurrentës lën atë. Ai thotë çka po investoj edhe mo spalodna. S'ban, për shkak se konkurrenca shkon duke avancu, ti jetë jashtë tregut apo. Ai kur e di se realisht investimi që ke bëu tash, ja kemi shku për para, ja kemi çka ke bëu, mund me kon i vazhdueshëm apo. Edhe padyshim që është përmbledh se kësaj doja apo. Që thash është loja. Ja që nabdu, ja që nasta'in. Të nëzën nuk ka fitore në beteja pa ndihmën e Allahut. Ajna animon, lutën e Allah me në animu. Lutën e Allah me në animu. Lutën e Allah kundër nefsit. Pejgamberi thonë çdo hut, çdo fjalëm çka kanë. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Kërkojmë mbrojtjen që Allahu të na ruaj nga sherrri i nefsit. Lutë se sherrri është. Lutë Allah për këtë betejë. Edhe kemi thënë takimin e kaluar, se këto tash lidhen. S'u më lut për betejë kaq e fuqishme, kaq e madhe, e aty të Jezusi o Zot tani më, jo. Don gjoje, don lotë, don durë, don fort me lut apo. Pejgamberi për Bedrin ka qenë durë, ja rab nëse çta. Shkoj pa datë më. E ti më thon Allah ta zot, nëse ti s'mrun, shkoj na apo. Shkoj për një moment, për një moment. Veç moment çast. Si rrugë Yusuf al-Sabr. Fe in lem tasrif anni kaydahunna, nëse Allah këtë kurth që këto më kanë thurë mu, se hik për me, asë bu ilejhin, unë e binë to. Jusuf e sëmë, nëzni, Jusuf. Asë do nësë mjek qafet e unë e së njëku qafën, unë e bija pëtën. A në kësha njëri me lutë Allah në gjellë ura, o Allah rujnë për zinasën e së mund të unë e bija pëtën. Nëse kena këtë kombinim kështu pëtën. Nësë ja ma në gjenasë bija pëtën. Ibrahim e së më ka lutë Allah për shirkë. Për shirkë, me lutë Allah për shirkë, a rësul Ibrahim. Vajnubni wa baniyan na'bud al-asnam. O Allah, heqëm pe mua e bijtë mi nga adhurimi i idhujve. Në kur s'bëna dua kështu apo? Po. Thot përgjërim me gjunjëzim me lutje. O Allah, jetësoj tauhidin në zemrën tëm. Ngjallë tauhidin në zemrën tëm. Apo ruajm pe shirkut, ruajm pe nifakut. Sikur që ka thënë Anas ibn Malik për sahabët e pejgamberit. Thot Said ibn Musayyib. Said ibn Musayyib thot, i kom taku 70 sahabe, para në vëzni, 70 sahabe i ka taku. Thot, të gjithë frikësoshin nga nifaku. Të gjithë. Thot, dhe na, në kejtë këtë gjemat, a i gjonë 7 veç që tutën për nifaku të përën. Frikë po fëtaf, kështot, që e ka dominu, e ka gale, e lutë Allah në o zëtë ruma zemë për nifakut. Përndaj, do të me marë këtë betejë seriozisht, do të me marë seriozisht nevojnë që kemi që Allah të ndihmon atë. E kush qështu vepran, me këto që i përmena, me këto kuptime, me këtë ndërtim, me këtë vazhdimsi, me këtë kemgule, me këtë insistim, me lejnë Allah xhallahu ala, Allah ka minimu nga se pastaj në hak të ti, me ne që janë 2 ajete. Minimumi e shumë të tjera pastaj. 2 ajete, një e kemi marë, walladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Allah ka ata që përpjekën, çka përpjekja? Që përmena. Allah thot, na kena mi udhëzu ka nafën. Edhe dyta, in tansurullaha yansurkum. Nëse animoni Allahun,
ju nimojnë Allah juve. Qysh me nimu Allah xhallahu ala? Nimoj e mendjen e zemrën besim kundër epshit, çka ndihmë Allah xhallahu ala, se Allah s'kishte me nimuti. Apo, po ndihmoj e fenë Allahut. Ndihmoj vetveten marit kënaqësinë e Allahut te barekutaala, apo Allahu të ndihmon në gjitha këto betejë. Që kjo është matematika e besimtarit, çto janë kalkulimet tona, çto janë betejat tona, çto janë prekët tona, me çto duhet të marr edhe pa e përfundim atë që ka thënë Ibn Rahimullah, ai që triumfon çdo betejë, çdo betejë jashtë për të është e kallajshme apo. Çdo betejë jashtë masaj, me kënd kallaja ka apo. Nga se ka ngadhnjë mbi vetveten, mbi epshin, e ka instalu realisht sundimin e duhur të mendjes e të besimit në qenin e tij. E ai që është i dominuar nga besimi dhe nga arsyeja e shëndosh, me lejen e Allahut manduar, as ka grup, as ka fitnë, as ka lëvizje, as ka diçka që i bën dëm me lejen e Allahut manduar. Nga se është i fortifikuar dhe i imunizuar ka çdo probleme të jashtëm. Pra që kjo është projekti jonë, që kjo është puna jonë, të triumfojmë në këto betejë dhe të fuqizohemi me këto kuptime dhe ta garantojmë këtë lloj logjistike që na suporton në vazhdimsi në betejat tona të vazhdueshme deri në takimin me Allahun te barekuta, nga sa Allahu kështu tha: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. S'ka pushim deri në vdekje, s'ka mjek pas morët, apo po deri në fund. Me lejen e Allahut manduar që dalim faqebardh në këtë luftë. Në një betejë mund të humbim ndonjëherë është normale, por nxjertojmë me tauba e fuqizohemi më tepër, dalim më të fortë që të vazhdojmë tutje inshallah në betejat e ardhshme, që takimi me Allahun të na nxjerr fitimtar në betejat e dunjas, që ta gëzojmë pastaj fitimin me shpëlimin në ahiret edhe xhenet edhe kënaqësitë e Allahut azza wa jall. Kjo është një përmbledhje e atyre tre pyetjeve që i keni dërguar. Allahu i shpërbleft, domthon si me ndihmu mendjen kundër epshit, si me e di që zemra domthon nuk e lakmon dunjan, por është e qetë në këtë aspekt, edhe si me garantu vazhdimsinë e këto beteja, nga se po na ndodh me hi, po plagështia, lodhja, rutina po na bën mosbraps, këto të reja janë të përmbledhura në këtë ligjërat që patëm sonte. Allahu na i pastroj zemrat tona, na bëf triumfues gjitha betejat në dunjë, që në emër të Allahut dhe për hir të Allahut të dalim fitimtar në çdo betejë, në çdo aspekt të jetës tonë, e që ditën e gjykimit të dalim faqebardh tek Allahu xhalla xhelaluhu, edhe ai të na shpëlon me xhenet. Kaç për këtë pjesë, Allah i shpërblet, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.